i ka ra anonim nusës time telefonin, ishte një gru, me nxjerr tha mu, tha të tane, tha që po mjerë burin, tha. Mas 2 ditë ka erdha ajo me gjithë vajzë, po ke shtëpia, edhe me gjithë vjeher, edhe më kanë rraf gruën. Po, bëje provi kanë thanë që ti t'i bish ma telefonit burit tim. E raha, nuk ditë gënjej, e kam ra, kam ba 4 muaj burg. Mish në vrit dhe me thënë nuk doja ta shifsha me sy. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim ne do sjellim historinë e një çifti, të cilët fatkeqësisht janë divorcuar dhe bashkëshortja Antoneta ka denoncuar partnerin e saj, babain e 2 djemve, Preng Laloshaj, për dhunë në familje. Ky fundit, pasi ka dalë nga burgu, kërkon të hyjë në live me Odetën, të tregojë dhe të rrëfejë gjithë ngjarjen që ka ndodhur në familjen e tij dhe padyshim ka një mesazh për ish partnerin e tij se kjo e fundit, përpos që është larguar, nuk lejon 2 fëmijët e mitur të kenë kontakte me babain. Unë hap dritaren dhe ftoj 41 vjeçarin për ta dëgjuar rrëfimin e tij. Preng, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më ke telefonuar sepse ke një problem për të denoncuar me ish bashkëshortën. Po. Çfarë ka ndodhur? Ishte bashkëshortja ime, në 2017, unë jam martu me datën 31 kush 2008-ës. Po. Në 2009 më ka falë zoti djalin e madh, që është 14 vjeç. Me jetë sa keni? Edhe në 2014, me datën 25 qershor 2014, më ka falë zoti tjetrin. A, jeni baba i 2 djemve? Po. Po? Bile ka pas ditëlindjen djali. O, dhe i 100 vjeç të bëft. Faleminderit. Në 2017, po? do me thënë 2017, se u gabova, kam pas babi e nusës edhe nënë e nusës këto për ditëlindjen e djalit. 3 vjetorin për ditëlindjen që bën një djali 3 vjeç. Po. Kena hangër drejt këtu në shtëpinë time, edhe kena përcjell ato. Ishtë nusja, dhe me thënë kena dalë bashkë kena përcjell nga shtëpia. Ma atë moment, dhe me thënë që na kthyna, kena ardhur në shtëpi, i ka ra anonim nusës time telefonin me anonim privat. E qartë, po? Edhe më ka thënë mu që nuk po flasën atë fjalë, dhe me thënë që ma tha ishtë gruaja komshis këtu. Nuk kam punë tha me ty, tha kam punë tha me atë, nuk po flasë. Atëre, Preng, që ta kuptoj qartë, grua stëndi i ra telefoni me një numër anonim. Po. Ju përgjigj, foli? Jo, nuk ju përgjigj nusja, ma dha mu telefonin, na tha përgjigj ju ti. Dhe kush ishte nga ana tjetër e telefonit? Ishte një gru. Nga ana telefonit ishte femër. E njifnit? Po njifsha, e njofta më zanë. Dhe këtu më fshat tim është. Dhe çfarë ju tha? Ajo me tha mu, tha nuk kam punë, tha me ty, tha. Me nxjerr tha mu, tha të tane, tha që po mjerë burin, tha. Po mërë tha burin, tha mu, tha që unë, tha kam kap gjithë shka, tha kam kap mesazhet, tha telefonit, tha të burit tim, tha. Edhe më ka mju telefonin, mi ka ra prap telefonin. A i bot, i kam thënë ishtë nusës, i kam thënë foli ti, i kam thënë. Sa është filanja, i kam thënë, në telefon. Por, Preng, në momenti që ty të erdhi kjo telefonat, dhe ti e njofe në zë që ishte fqinja juaj dhe ju tha që grua juaj përtrathonte me burrin e saj. Ti i the diçka gruas, çfarë të tha ajo? Se besoj e shokuar nga ajo telefonat. Prit pak, i thashëm ishtë gruaja, thash se nete quajnë, Antonete ka emrin, po net për shkutje e threshan. Gruaja, quhet Antoneta. Po Antonete ka emrin, po unë e thresh që më bërë shpi net. E qartë, neti, po? Edhe i thash net, thash. Ti thash, këtë bajë, thash me filanin. Jo më të mu. O net, a këtë bajë, s'ketë bajë. Jo s'kam bajë. Ma atë moment dhe me thënë që ka fëll edhe me nusën time. Ma në telefonit aja. Po? A njofti i thashën, jo, tha nuk e njofta. Po tim tha mua njofta. Unë thash e njofta, edhe i kam shku më atë moment, i kam shku më shpi. A im shpi, kam thënë, se po t'jof nga Nazani. Edhe mu më shau mëni, në telefon.
I kam shku në shtëpi, Po? më kanë dalë vjehria vetë, vjehria dhe vjehra. Çfarë ndodhi më Edhe pas? i thash, kam marrë tash mund sqaru, thash me rentane, thash. Qarë hallit 4 që i bjen anonim, thash numri grus teme, thash. Ajo nuk doli për mua ashtu, mu ballafaqu me mu, fare, as mu pa fare me mu. Absolutisht, mas 2 ditë ka ardha ajo me gjithë vajzë, po ke shtëpia, edhe me gjithë vjeher, edhe më kanë rraf gruën. Si, ka ardhur ajo gruaja me vjerën e saj dhe Kanë kalu prap 2 ditë tjera, prap kanë ardhur këtu, kanë rraf gruën. Gruën time. Që nga skandal që po tregon. Po, me gjithë vajzë. Por çfarë Me gjithë vajzë dhe me gjithë nënë e burrit, me vjeher. Por çfarë ndodhi atë ditë? Kanë ardhur e kanë rraf, edhe i kanë thënë bëjnë provë që ti bish. Po, bëjnë provë, i kanë thënë që ti bish ma telefonit burrit tim. Preng, se po më shokon me gjithë histori që po më tregon ditën e sotme. Kur atë ditë me datën 25 që kisha dëpullë. Gryja kishte fajt, i kishte komplet totalisht nuk gryja ime. Ishte fajtore. Pra, Unë atë ditë do me thënë që mi karaje telefonit, unë jam zënë, kam një debat me ta, me nusën. por ajo i mohoi. Jam Ajo zënë do me i ka thënë me ta, mohuar. po jo me erra. Kam marrë familjen e vetë në telefon. I kam Po, totalisht i mohoj. I kam ngërku numrin e telefonit për me fut në tabulate telefonike. Po? Te vllajt që kish 2 vëllezër në Gjermani, edhe më ka thënë i vllajt me numrin e motrës time nuk ka kush shanse për me fut në tabulate telefonike. Nuk i binte telefoni anonim, ajo telefonin kur nuk e liste telefonin në tavalinë, vetëm telefonin dridhi edhe më kufje mbesh. Telefoni asaj. E qartë, e kuptoj, por ti për çfarë u dënove? Pse re në burg? E raha, nuk ditë gënjej, e kam ra, E dhunove? nuk dime, nuk gënjej, e kam barra, nuk gënjej. Preng, Aten që e kam ba. i dashur Preng, unë të kuptoj që ti në ato momente... Jam dënu, Jo, më dëgjoj pak dhe do flasim të dy gjëre gjatë sot. Unë e kuptoj që ti atë ditë ke qenë i irrituar, me nerva, kur ke zbuluar që gruaja ka tradhtuar, sepse the që ajo ma mohoi fillimisht, por pastaj ishte gruaja ime fajtore që të kishte tradhtuar me fqinjin. Por nuk kishe pse e dhunoje, të përfundoje në burg, kërkoje divorcin, ndaheshe dhe mbaronte aty gjithçka, pse duhet të ngrije dorën mbi atë zonjë dhe të përfundoje ti në burg. nuk pranonte të që të shkonte te familja vet. Familja vet i kishin dhënë krah, domethënë se si vajza jone nuk ka. Te familja vet s'pranonte më shku. Fare. Kam bë 4 muaj burg. Jam liru mos gabosha, mas foshve. Mas në prilla, mars, i diçka tillë. I dashur Preng, të lutem, më lejo të bëj pyetje. I dashur Preng, më lejo të bëj pyetje që edhe unë ta kuptoj qartë historinë. Pra, ti kërkove të ndaheshe nga gruaja sepse kuptove që ajo po të tradhtonte. Si e zbulove ti tradhtinë e saj, sepse ajo ta ka mohuar? Po zbulova prap, se prap folte me ta telefon. Me burrin e kësaj grupës. Kapa mesazhet, kapa telefonatat. Te asaj. Por ti nuk pata asnjë lloj konflikti me fqinjin, me burrin që ajo të tradhtonte. Jo, absolutisht as kam pas vetëm mirëmrama, thjesht folshna se kalove mirë edhe kaç. Unë nuk disha gjë që ai merret me kë. As nuk disha gjë që nusja ime merret me ata. Por në momenti që gruaja e tij erdhi në shtëpinë tuaj dhe e rran gruan, ajo denoncoi në polici, se besoj situata është bërë e madhe. Jo, si ka denoncu, ka denoncu mu pra. Jo ish gruan e këtij. Absolutisht asnjë lloj denoncimi nuk e ka bën nusja ime për atë. Unë kam lënë kë shtëpia kur kanë ardhur atë, tu. Edhe më kanë thënë mu dil jashtë që është punë grash, është punë femër që duhet me fol. Nuk është punë për me fol në sy të më kanë thënë mu. Momentin që kanë dalë atë nga dhoma tjetër, se nuk ishin kjo dhoma që po flasim bashkë, po ishin në dhomë tjetër. Po? Momentin që kanë dalë, ka dalë nëna ime me nëna ati djalit, kjo ka njët me gjithë vajzë, kanë dalë mas, edhe i kanë fotë thajt në fyt, edhe i kanë thënë dhe të mysim vdekun, me mi që u ma mesazhe burit tim. Ja kanë palen shetë këtu më fyt.
nusës time. Edhe i kam thënë pse se ban denoncim, nga që ti, je pastër. Je pastër për veti. Po, e qartë. Se si futi denoncim. Po futi denoncim. S'po i foson, se s'm ka prek mu me dur. Se me ty ka punë, jo me mu. Dhe si reagoj nuse jote? Absolutisht të më thasë që fos të denoncim. Mas 2 ditë ka ardhë prap, se a që prap kjo imja i ka marrë në telefon burin në orën 12 natës. Dhe ato kanë ardhur prapë e kanë vrarur për herë të dytë. Prap për herë dytë ka ardhë e ka rrah mund dherë shtëpis. Ka në nana herën e dytë kë shtëpia. Së më vetëm nanën kam për momentin, shtëpi 74 vjeqe, se të gjithë ma vlezrit i kam jashtetit, jam veti 5 vlla 4 motra. I dashur preng, nga momenti që ti e zbulove tradhtinë e gruas, sa kohë qëndruat? E sa kohë qëndruat bashkë? Kena qëndru dhe me thënë nga momenti deri kena një nga qershori, nga data 25 qershor deri me datën 6 janar. Pra dhe 6 muaj të tjerë. Edhe 6 muaj të tjerë, pas 6 muaj shkam rënë në burg. Po këto Qëndë 6 nëse- muaj si kanë qenë? Besoj vetëm konflikte keni pasur. 6 muaj kanë qenë vetëm se mbindin gjinerafi i fëmijëve, se kena pas debate këto konflikte. Por, a arrite ti të flisje me prindit e saj, do të thotë çfarë ndodhi në këto 6 muaj? Kam arrit, kam fol me vëllezërit e saj, ka arrit puna që më ka pru vllajën e vogël pa di gjam sikur po flas tani me ty, Po? sikur jam tani ulur, ka ardhur vllai do me thënë nuk ka thirr fare në shtëpinë time, vetëm ka ardhur më ka godit. Ah, kunati. I vllaja e saj. Ish kunati. Po. Ish konati. Kam arrit dhe me thënë aty si ju kam qu edhe njerës. Më shpi që vajzën e këshom nga den. Jo na vajzë si vajzën të se ka posh. Momentin dhe me thënë që kam rrallë në burg, mas këti në debatesh mas 6 mujsh, unë kam rrallë mrena në burg, kam ba 4 muj në lejsh, në burg, nga 18 muj, më ullën 8 muj, nga 8 muj, brash në 4 muj totalesh. E qartë. Edhe më ka arë më ka arë në gjyq, në puk, edhe më ka thënë ti ke venin në burg, më ka thënë mu, edhe më ke diktu vën ti, se më qa merë më. Që unë të kthem shpi, edhe ti kam e të lëmë mërë në burg, edhe unë të bëjnë ata që du vetë. Ata që kam desh me e ba, e kam ba dhe do bëj prapë. Të tha gruaja në gjyq. Po në gjyq. Kur e mori vesh që jem dënu 4 muj, ajo vetëm sa ba me pi helmi. Sepse më dënu mu ka shpak. Momentin dhe me thënë që më kanë dënu mu, e më kanë arrestu këtu, se më kanë arë policia, se mi ka sila ajo ka një të familja vetë. Ka marrë fëmijët dhe është larguar. Ka marrë 2 djemte edhe është largu. Po? Ka një javë pas këtu të shtëpia, edhe i ka thënë motrës time, du me marrë roba, i ka thënë për qonat. I ka thënë motra, merë djemti, i ka thënë, hajde më shpi. Ke ba, merë djemë për hirtë fëmijëve, po të thëmë merë djemte, hajde më shpi. I ka thënë motra ime. Por ju ishi dakord me këtë vendim? Jo, nuk isha fare. Fare. Ajo nuk ka më shpi, ka marrë robat edhe ka i sipër, se këtu kam unë 5 minuta largë kam nga shtëpia ime me makinë. A, jetoni një fshat ngjitur, prindrit e Antonetës. Një fshat do me thënë ma largë. E kuptova, po? Dhe çfarë ndodhi më pas? Pastaj ka marrë robat, ajo ka i sipër, ka hik të familja vetë. Ka artha me gjithë batën e vetë, ka arë këtu, ka marrë robat. Po? Mio ka desh me marrë robat, për atë tjera nuk e ka në motra ime. Sa për djemë do marrish roba, e për vetën tane, komplet robat jo, se si ke ble ti të gjitha, unë s'po thëmë që mos merë roba, për që unët edhe për vetën tane, ama komplet jo, edhe se ka në motra ime, ajo ka ikë të rëbë të e vetë. E qartë, e kuptova. Por jam liru, unë kam dalën pasaj nga burgu, Po? kam një 2 javë të më shpi, i kam ra telefonit nënës vetë, jetë kësaj. Ish Që vjetë. të kësaj të po, nga skedin që i ka pas kjo më telefon, ja ka futi vlaj që ka ardi vlaj, nga Gjermani i ka fut skedin me mësop dronsh. Ja ka djek skedin dhe me thënë mos me fut në të bëlatë të telefonit. Për mos me anëzër
E qartë, po. Po do visha. Ndalemi këtu, zoti Preng. Në momentin që ti dole nga burgu, telefonove i zhvjerrën. Mas 2 javësh, ja ditë. Po, Pas 2 javësh, edhe i thash më ka le çuna tash në telefon. Çunat më tha mund të zëri shopi shtamon të mjetë tane të ati. E para, e dyta tha më si vjetë ma këti nume, tha që do të denoncoj. Okej, në rregull thash. Nuk dini gjatë tjetër thash vetëm me denoncu thash. I kam çu njerëz te shtëpia. I erdhi vllai madh për i Gjermanijet. Më ngërkun edhe mua për me shku atje. Unë thash atje nuk vete thash. Nuk vjen. Kanë ik njerëzit, më kanë pru 2 çunat, më kanë pru këto. a, ti kanë sjell 2 djemë, ti ke takuar 2 djemë. Po me erdhen 2 çunat, Kur kanë i kam ndodhur? sjell si mi sjell paraditës sot, edhe i kam nxjerr pas dite ja kam çu sipër. Kur ndodhi takimi me fëmijët? Takimi ka lënë dhe mas 3 javësh. Që ti ke dalë nga burgu. Po, Por i ke takuar sërish fëmijët apo ajo ishte hera e parë dhe e fundit? ja, ajo ishte hera e parë, domethënë mas si dola nga burgu që i takova. Dhe çfarë ndodhi më Çuna. pas? I kam marrë çunat këtu, ju kam ditë çunash, ju kam dhënë edhe lek me vete. Pas 2 javësh më kanë ngërku atë mu që të shkojnë në shtëpitë atyne, me pleç. Edhe kam hik atje, me pleç. Edhe i kam thënë gjë, i kam thënë, unë për hir të fëmijëve. Për hir 2 djemve, i kam thënë, ke bë ç'ke bë, i kam thënë deri në tashet. Nëse ti jem ato me mos u kthe më marrë më shpëtimin. Jo, ka thënë, unë nuk kam marrë, s'kam bëje me njerit le, ka thënë. Por po deshe, unë ve. Unë i thash, po të mora thash të marrë për hir të fëmijëve. Nuk të marrë, nuk më intereson thash jeta jote, thash që kush jeti, po për hir të fëmijëve thash. Që një familja në shkollaj ta prishish. E kam marrë, e kam sjell poshtë, me 2 çuna. Pra, ti në një farë mënyrë le të themi Preng për hir të 2 fëmijëve e fale. Dhe pranove që ajo të rikthehesh në shtëpinë tënde dhe të vazhdonit martesën tuaj. Po, të vazhdoj martesën. Po, Përsëri. E kam marrë, e kam pro poshtë. Ka ardhi vllai këtu ka pi kafe, i vllai i madh, jo i vogli, po. po i madh i gjithë vllai asaj. Ka pi kafe këtu, edhe më ka thënë mu Preng ha. Marrë tham Gjermani, tha ti tha. Me punu tha me ne. E qartë. Kam ikë në Gjermani, rrisha me 4 muaj atje, 3 ande, 3 këtej. Për me punu. Ndërsa Antonetën me fëmijët i le me nënën tënde te shtëpia. Dhe nane në shtëpi. Nuk u morë, nuk që sjell kesh. Atë mujtje e parë, dhe me thënë që e parë sjell për herë dytë, nuk që sjell kesh. Kishte ndryshuar, le të themi. Ishtë ndryshuar tash, ai kishin fol familja vetë, ç'a di unë, nuk di gjë. Preng, Edhe i dashur Preng, përpara se të kalojmë te Gjermania më lër të pyes. Në momentin që Antoneta u rikthye dhe ju vazhduat jetesën, marrëdhënien me ty, marrëdhënien e ngushtë me njëri tjetrin, si e kishit? nuk e kena pas keq. A më kupton? Ti e doje? Unë e doja për hir të fëmijëve. E doja edhe e doja. Nuk po them se nuk e doja thjesht për hir të fëmijëve. E doja, do të thënë që i nis lek me nga Gjermania i nis lek me bank. Mirë, okay, ti ishe babai, do kontribuoje për familjen, por ti e doje ato, jo vetëm si nënë e fëmijëve, po e doje edhe si njeriu në zemrës. Po e doja. Nuk po them se nuk e doja. E doja. Preng, Se thash ti jam larguar pastaj nga Gjermania. po, Kam një 2 vjet Malzi. për të punuar në Malin e Zi, po. Po për të punuar. Kam në Malinezi, kam ikë 3 muaj, kam një në Athinë të vllai, në Greqi. Kam marrë pas 3 muajsh, kam marrë këtejna. Po. Kam bërë që ati një shpis dhe me thënë që isha të punu atje. Se isha të munu vetëm me punu për shpi. E qartë, e kuptoj, Preng. Kam marrë këtejna, kam marru punë me shpit, kam ikë të vllai tjetër për te Athinës, 16 orë gjys me traket. Pra, në momentin që ti e riktheve Antonetën në shtëpi,
le të themi ti shkove në emigracion të punoje dhe të siguroje të ardhura. Po, sa në Gjermani, sa Malzi, sa në Greqi. Filloj prap tani këtë kohë të fundit. Me të njëjtin person. I ka ti në Greqi prap, 3 mujoshin tjetër, i ka të vllai vogël. Po? Edhe në momentin do me thënë që kam pa bon 1 muaj tjetër vllai, më ka marrë fshatari imi në telefon. E qartë. Do me thënë ishin taku me vllajën tim atje në Athinë, me vllajën e madh, edhe kishtan që nusja e prangës ka thi shpini e vllajt tim. Si e kishte thyer? Ka thyer shpini e huj. Edhe e kam gjetë materialet prunë me këtu në shtëpi. Por çfarë kishte ndodhur? Kishte shku marrë pasqyrë, marrë kravat, marrë batania, marrë shtëpi që nuk rrinte kush. A më kupton? Por pse du ta bënte këtë gjë gruaja jote të vite të vithe? Kjo quhet vjedhje. Po pra, i kam i tu në telefon, Nuk e di, ajo i mohon të gjithë shka deri ke kam ardhur, do me thënë që i kam gjetë në shtëpi. Ti fole me Nusën, me Antonetën? Po, fole në telefon, ajo i mohon të gjithë shka. Ty më të ke mua të të shtëni, të ke dikush të ke vetëm e mdasë. Se ti do mundak nga unë të ke se mos ke tjetër më të ke mua. Mëri njëri, ti ka, atë kam në shtëpi, atë kam në rrugë, i thash. Jo, thëm shtëpi, thëm ke lanë. Ti në resti i thash, ke bëhat gabim, thash, mos të duk më shtëpi time, merë qatë dush me marë, vetë më shduk nga shtëpia. Mos të gjoj, thash, në tokë Shqipnis. Edhe i pash fut blarë. Një më rish dhe me thënë nuk flitsha me ta fare, në telefon, vetëm flitsha me djallë pas. E blokove në telefon? E blokova në telefon, totalisht. Por si vazhdoj më pas, kjo histori? Kur erdhëm nga Greqia, Po? nga vllai vogël, kam ikë me datën 21 shtator, vjetin që kaloj, edhe jam kthy me datën 16 dhjetor. Po. Kam ardhur këtena, në Shqipëri. Unë nuk di me të gënjy, nuk kam dosh me pa me sy, do me thënë që ta gjijam shtëpiun atë lloj njerëz. Mish në vërtet do me thënë nuk doja ta shifsha me sy. Po? Më thot mund thot do me hangër bukë, thot atë baj kafe. S'ke nevojë thash as me më rregullu bukë as kafe thash nga ti. Kafen e baj vetë thash. Kam pi kafe, i kam thënë të shtëpia huaj për çake, kush ka thënë me dalë aty? Me ka dalë. Jo kam qenë me djalë, sa mund sa vetëm kam marrë dorë gështenja. O njëri thash, ti ke fotografi thash që të kam filmu të tjerë thash. Që e këshin qupa ati për sëtonit. Në telefon. Jo s'kam. Erdi i vllai të regova të vllajt. Orna thash materialet thash që i ka prunë vjetë mund, si kam në këto materialet thash në shtëpi. E rëndë është në fakt, po? I kam edhe në telefon, i kam me foto në telefon. I kam dhënë lek vllajt vetë, borxhin, sa mund tha, do më napi shtacion të tha motrën tha me veti, ore merë maje për gjithmonë tha. Unë i kam treguar thash, unë i kam foto edhe blog thash, e kam bloku thash një muj rish thash që i kam thënë mos të gjakë shtëpia ime. Merë me njanin, merë me tjetrin thash, dile the edhe shtëpia e huaja thash. Unë për çka kam dalë thash, jashtë shtetit thash. Ja kam dhënë me veti motrën ma pa pronesën. Kosh. Po. Me erdi ma një vërpike, ma shmenme. Kosh. Më dënën saj, para 4 mujsh. 4 muj banë tani me datën 4, do me thënë që kaj. Nga data 4 mars, deri banë me 4 korrik, banë 4 muaj. E qartë. Më dënën saj. Nuk thamë, me ofendu, kam ofendu kështu me fjallë, ama vënu dorë jëmë ta. Që i pa është tregu, dorë nuk vnej, thash më ty, thash, moj me mund, thash s'ke për pasjet. Preng, tani ndarja përfundimtare erdhi nga kjo vjedhje që kishte bërë bashkëshortja jote, apo erdhi sa ajo të tradhtoi? Edhe për tradhti edhe për këtë tjetër. Edhe zona edhe në telefon, e ka pa edhe në telefon. Edhe më thot mund thot i shatë thot të fol me motrën tane. Ndërsa unë marrë motrën në telefon edhe e pys, thash, ti ishi të fol thash me netën thash tani? Ora thonë se nuk kam numër të saj në fare sa.
As se kam shok thëmë në Facebook, as ke Messenger, as kur konë thëmë. Por çfarë ndodhi? Ajo të denoncoi ty në polici për dhunë? Po, për dhunë. Me marrin policia, me kanë marrit një natë në Shkodër, Po? edhe më kanë liru nesër nga ora 1:30. Më kanë liru nga burgu, do me thënë që isha i pafajshëm. E kuptoj. Ti e pranove që herën e parë kishe dhunuar ku kreve dënimin, për herë të dytë ti nuk tentove realisht të ngrihet dorë mbi të se e dije që përfundoi në burg. Ajo ka ardhe më ka shtyr mu, do me thënë që ta rrehja. Që i thoshin të tjerët në telefon vetëm acaro, do me thënë që futa ata brenda ti të rresh këto. Dhe pasi ti dole nga policia, çfarë ndodhi? Dola nga policia, ka marrë dhe nga Shkodra, ka marrë këtu në shtëpi në 9 darkës. Po? Unë as hasha bukpridurve të asaja, as fisha kafe, nuk e përnosha unë. Jo se s'dën të ajo, po nuk e dërsha unë. Pra, le të themi, marrëdhënia juaj kishte përfunduar. Dhe pse jetoni në njëjtën shtëpi? Po. Me datën 3 mars kishim ikë në përgjysh fajtimi. Në Shkodër. Pse ti u drejtove gjykatës për të kërkuar divorcin? Nise procedurat e divorcit? Po. Por gjatë kohës që ishte në procedurë divorci, ajo jetonte aty, me ju? Po, këtu. Po nuk flisha unë fare atje. Më do. E kuptoj, gjithçka kishte mbaruar, po? Atë natë do me thënë momentin që më kanë nisë mu për Shkodër, kanë nërë 2 psikologe nga Puka, edhe kanë marrë më pyetje edhe fëmijën edhe këtë. Po? Me gjithë policë. E kanë pyet këto prezencë në time, kanë pyet edhe dy çunat, ka dëni ma shumë i kanë thënë djemë vetë, a dëni mamin a babin, babin. A ka ra babi ka thënë këta? Jo, se ka ra, vetëm se i ka bërtit, se ra nuk e ka. Po pse i ka bërtit? I ka thënë. Pyetni mamin i ka thënë sepse, në nuk dim gjanë. E kuptoj, ti nise procedurat e divorcit, e qartë, ti qëndrove një natë në polici, në komisariat, ata të lanë të lirë, ishe i pafajshëm dhe ti nise me njerë procedurat e divorcit. Vajte të stanën e pajtimi, do më të çfarë ndodhi? Po, nise atë, më thot mund thot makinë policisë, thot ti qenë, më thot mund thot ke mu këtë mrena, thot, më ke diktu prapë se prapë ma për syritin njëtën, përshës më syritis, njëtën fjallë, që unë kam bënë që sikur kam dash të do bëj prapë që. Divorci u krye? Ja, akoma sa kry, për proces divorcit, unë i kam fut letrat. E qartë, jeni akoma në proces divorci, por aktualisht nusja vazhdon të jetoj me ty apo është larguar? Është larguar, në ka 4 muaj që nuk i kam pa djetë. Ka marrë 2 fëmijë dhe ka ikur te prindit e saj. Po momentin do me thanë që kam dalur nga burgu, që më kanë qunë me datën 3 mu mrejne, me datën 4 mjesë jam liru në orën 7:20 të mëngjesit. Por pse ti u donove për herë të dytë, bëre burg për herë të dytë? Për një javë më ka fut 2 herë, 2 denoncime. Por jo se ke për burg, ke ndetur 24 orë në komisariat dhe ke dalë. Po. Nuk e bër burg, nuk e dënuar. Nuk e dënuar se nuk isha i pafajshëm, edhe në dokumenta dhe e qartë, e kuptova. Në momentin që ti dole nga policia, ajo ka marrë fëmijët dhe ka ikur. Moment të me thënë që unë i thashtë atë në policisë. Ku do që unë i thashtë se unë thash kur nisëm mu për komisariat, sa do këthejmë shpit tanem. Shpit ti me thash mos të gjanë, thash se sikur unë dënëm 100 vjetë boruk thash, unë ata thash kam e bo, kam e fut në qesë skopi dhe shtash kam e flutru më lomë thash. Mimi, si do që ti jetë prejnë, unë e kuptoj pa është nëna e fëmijëve të tu. Po prit tak. Momentin do me thënë, që sa ka marrë vesh ajo ka kujtu se mu janë të më nisë për Shkodër, nga momentin do me thënë që ka marrë vesh ajo ka ardhë në shpi me gjithë djale e madhë, djale e vogël nuk e ka sjellë fare, ka marrë qa ka desh. E qartë. Qa ka desh vetë, përveç ka haru një asojt, ka haru i pojtë sandale edhe i fustan. Si ja kam pablion, ato ka haru, po momentin që ka marrë vesh, që unë jem liru nga burgu, sonë sta dola nga burgu në thirë rënanë në telefon, që kam dalë. Po. Ajo ka hik. Po, nana i ka thënë këtë fjallë. Me lanë gjanët e si ti ka ble djalim, e mërë tuat,
Edhe hiç çat ka ditë djalim unaza floririt e këta, mos i majmë dorë. Që arsyeja nana ime, një muj para që vija unë prej Greqit, nana ime ka hasë në burë të hujnë orën 2 natës. Mes koridorit, nana ime që me kry nevojët e veta personale në banjë mren, edhe ka hasë më tjetëre. Se çdo fundjavet, ajo i qënë të nga prentja deri të handën në gjesë qënë të thmit të dajtë të rëpë të e vetë. Kur isha në Greqi. Si, kur ti ke që në Greqi, po të rëgonë se nëna e fëmijëve të tu ka futur një mashkull brenda në shtëpi dhe e ka parë nëna juaj? Po, e ka parë nëna ime. Momentin do me thëmë që nëna ime, a nesh do me thëmë mes koridorit në të shpis, a i këtha nëna thëtë në ka ullë kapele. Për mos të njohë. Po nëna ime nuk ka fëllë. Se nënën time shpesh herë ka dosh me ngrit dorë nënën time. Ajo si femër. Pse, edhe marrëdhëniet me nënën tënde nuk i ka patur të mira? Absolutisht, absolutisht, edhe se nëna ime në shtëpi atje, do me thënë bija, do me thënë një fshati. Zonja Mara, përshëndetje. Përshëndetje. Unë realisht po flisja me djalin tuaj me prengu, unë i cili po më tregonte problemet, konfliktet që ka pasur me nusen dhe sot janë në proces divorci, më vjen keq për këtë gjë. Por unë dua të të pyes si kanë qenë marrëdhëniet e tua me nusen, me Antonetën, me Netin, siç i thërrisnit ju. Mos jam se ka ardhur. Si ka në shpejtën. Dhe në rraf, nuk ka rraf. Me fjallë vëllë. Tu shumë dhe jashtë. Ke boja unë, që ka mënë, Po, dhe shko për shotë, hasëm këtë burrinë, ta sa kam joftë. kjo është shumë e rëndë. Fëmija ke doja, po. Nuse, nuk e pyete kush është ky burr që ka hyrë në shtëpi? Asë një herë, Por pse? asë kam qënë të kalzuar për ta. Kam qënë të më mshetë, të zi për veti, që kurse me qënë bje eme, ti. E kam më mshetë. E ke mbarë të fshet. Kur e ka posës bën hish, ka me të me këtësorë. Ti nuk i ke treguar djalit se s'ke dashur që të shkatërrohet familja. Jo, pasi kam këtësorë gjallit, unë kam 9 fëmijë. Me Asë një ojnë tonë, sot më hua. Asë ka dhej, mujtë që kam vujnë me ta. Ka të shumë rrëth. I kam thënë jo, sekuritish. Ka të shumë rrëth, Të ka rraur apo ka tentuar të rraj? Jo, ka shkatë, do më mërëth. Ajo, mërë ke pojët e pensionit, ke posa, më të kam më shkash pojët të ke. I kam shatë pojët të ke. Në gjithën. I më e ke për veti, po të kënë gjithë për veti, plaka ishte të përët. Zonja Mare, Do përët që... Zonja Mare, të kuptoj qartë që konflikte ke pasur dhe ti me ish nusën e djalit dhe mbi të gjitha ti ke zbuluar tradhtin sepse ke arritur të shikosh atë mbrëmje një burr që ka hyrë në shtëpi. Por sot gjithë problemi është të dy niprit, tek djali i madh dhe djali i vogël, të cilët janë larguar me nënën dhe ju s'keni kontakte. Të ka marrë malli për ta, besoj. Na kanë fut blok në telefon. Nuk më të blok në telefon, kam 2 orë. Vojtë të tingë, 2 telefone. Unë. Nëse Antoneta do na dëgjonte, çfarë do i thuash ti, zonja Mare? Ajo mos me ndërvësat. Ne pranë. Vetëm për fëmijë. Për edhe 2 tuka. Si ka me hinë në ta, mos ngali. Ja. Po 2 nipërve, çfarë do i thoshe? Si duhet, sën përsin. Tike. Vetëm në qyës mi. E kuptoj, po 2 nipërve, çfarë do i thuash 2 fëmijëve? 2 nipërve. A thire të. A këtë në gjeni shu kënë një babën, këni musa tjetë i unë, prëni me muë, a i bërë bjakësiri, martohet, këtë familje, ti mo këtë doja si po. Shkën, si, nip, e vjen për të rëtë më ta. I kam rritë në halë, i kam rritë në gema, i kam rritë në dzëpa, kam marrë kretë, vetë, gjithë rësh, langë më kërënësh, për më ushqis minë.
Nuk do të mbaj gjatë se di që ke probleme me shëndetin. Të përshëndes dhe të falenderoj. Zonja Mare. Shaj, më herë për fëmijët aman. Është të. Ajo, ke dhe një vetë. Unë që pa pruj, masën pruj. E kuptoj. Dhe shnet, boshin. Atëre, i dashur prenk, u boj një kohë gjatë që ti s'ke kontakte me fëmijët, por nuk e mundur dot të ti telefonosh fëmijët, djalin e madh ke 14 vjeç, domethënë, ai është i rritur, le të themi. Po, djali i madh është 14 vjeç që e kam pasjell telefonin për Greqit. Po. Shkollën dhe e kanë marru këtu. Në fshat, po. Që vishin me fugon, e ikshin me fugon. Deri binte motra asaj, ish grus, me makinë, i merte. Do me thënë, deri vonë, kisha komunikim. Por pse u shkëputën kontaktet me fëmijët? Do më çfarë ndodhi? Prit pak, ju blesha gjana, ju nefsha lek, po më shumë i nefsha këti vogës se të madhët, me ta thënë sinqerisht. Edhe një ditë për diç, do me thënë mi kanë lënë qesën me ju bleva banane, molto, suko, Po. edhe lek, mi kishin lënë aty të i komshimi që ka kioskën, edhe kur dollëm për mi ikë më punë, më thot mund thot prank thot t'i kanë lënë thot 2 djemë thot t'i kanë lënë thot qesën thot aty. Edhe më ka marrë më ka thot blok. Dilsha në shkollë prap, mi taku, djali madh nuk më flit këtë fare me gojë. I voglit po. E ka për mi dhënë lek voglit, më tha mu masi futi lek në gjep. Më thot mund thot babë thot, me ka thënë mami thot, Po. që po i murt lek babit në gjegjen, po i mort qerasje, mos hajde ma më shpi se do ju mirë zdeko. Pra ti po tregon që i pengon nëna e tyre që të kenë kontakte me ty. Po, ajo nuk i lënë për me falë, me mu. I kam ra telefonit më rëmë, djalit madhë, po më ka thot bë. Në telefon. Të ka bllokuar, e qartë. Ka blokuar, i kam pa me datën 12 qershor që kisha mleq. Isha me motrën me komshit e mi këtu, E qartë. i kam pas 3 metra largë. Fëmijët. Unë të me po 2 djemë, kanë qenë ish gruja, nana grus, vllai vogli grus, ato bashkë që i kam jafë. Ama një 3-4 çuna 3 nuk i kam jafë. Dhe fëmijët nuk të folën, dhe pse ishe shumë afër me ata? Fëmijët unë kisha kalu mbi 20 herë aty, do me thëmë sikur dilsh në abdeshtë një pije freskusa në i gja, unë nuk i pash. Unë vetëm kur kam pa djali e vogël, do me thëmë, a që djali i smur. Me nën ndajnë e vetë, do me thënë që erdhen më hudhen, do me thënë gati gjithë. Kur i thash motrës, thash na, thash, ja e Nelja, thash, se njonin e qysjel, tjetërin e Nelja. E qartë. Kanë ardhë aty, ma ish djali smura, nuk e di qa kishte. Unë nuk i fola. Por pse? Nuk i fola që vetëm me një debat. Unë s'kisha me një debat atje më kish. Kisha frikë se mos ndodhte ndonjë Po debat. kisha frikë që kena më ngatru aty kesh. Me to. Por nga momenti që ke humbur kontaktet me fëmijët dhe fëmijët kanë bllokuar në telefon sepse ti dyshon, sipas fjalëve të djalit të vogël që i ka mësuar nëna që mos të kenë kontakte me ty, ti nuk e mundur dot që të flasësh me Antonetën apo me njerëz të Antonetës që mos t'i pengoj fëmijët, se do jetë gjykata ajo që do vendosi. Ndoshta ajo do marrë kujdestarin e fëmijëve, po ti do kesh të drejtat e takimit se je babai i tyre. Po, unë tani për tani, unë trajtoj menim ekonomike. Kur erdhi momenti, do me thënë që firmosim si burri, si gruaja, Po, që njani më të marrë pjesë nuk ka lëna jenim ekonomike, edhe mu morën në telefon. Që ajo kishë gërku nimin ekonomike. por rritjen e fëmijëve, që ajo ndihmë ekonomike ti kalonte nënës. Po, edhe dola firmose e valova të nimin ekonomike, Dhe për shumë mirë ismimet. bëre, dhe shumë mirë bëre. As sham qunin e madhë, do me thënë aty në qener, as fleste, as në botën tonë. Po mirë mu. Po edhe njerëz vetëmi, do me thënë që i kishin respektu, as shimtoj edhe ju fleqin në botën tonë, as atyre jo. Nuk u flet as atyre. Ndërsa me vlezërit e vetë,
I vogli më ka thënë në momentin bashkët natë, me datën 3 mars më ka thënë mund ta vetëm mos zosh akun ta pat braca në plan. Por jo, ju nuk do të hyni në këto konflikte, siç ka martesa, ka dhe divorc, njerëzit do ta kuptojnë, do ta pranojnë dhe ndarjen, nuk keni pse hyni tani në këto konflikte, se këto janë të rënda preng. Ti ke dhënë fund asaj martese, ti ke jetën tënde, Antoneta ka jetën e saj, ajo që u lit janë 2 fëmijët dhe vetëm kaq. Nuk keni pse hyni tani në këto konflikte. Antoneta, kur na ka nërë një letra për gjyq, e kina bërë gjyqin e parë me 19 mars. Ajo kish kërku e urdhën mbrojtje, që të kthehet ajo në shtëpi. Unë mora kam fut avokat, kam ik me datën 19, kina pas në orën 12:30, më bashkë më ka të marrë vetë gjyqtarët në telefon. E qartë. Që ai i lirë në orën 12:30 për marë. Që ju thash, unë mjes herë nuk kam makinë, thash. Që të vinë. E kam marrë makinë në dispozicion, vetëm më kthy marrë prapë në shtëpi. Prej natës. Preng, e kuptoj, se nëna është në moshë. Unë dua të të bëj një pyetje, edhe pse jeni në proces divorci, ti po tregon se ajo ka kërkuar që të rikthehet prapë në shtëpi. Ti, nëse ajo e kërkon këtë gjë, e pranon? Jo, nuk e pranoj. Pra ti ke dhënë fund martesës. E kam pranuar, dhe me thënë që ajo mos të kthehet më këtu. Nuk e du. Ti nuk kërkon të rikthesh më me Antonetën. Por nëse Antoneta ne do na dëgjoj, ke një mesazh për t'i përcjell Antonetës, sepse gjithë ajo që ti kërkon janë 2 fëmijët tashmë. Jo, prit pak, se desha me dalë ke puna gjyqit. Po. E shku me datën 19, atje në thirrën, te gjykata më Shkodër, hinë në brenda, bashkë me avokatin që kam marrën. Po. Ato as ishin, as ish gruaja, as familja vet, as avokat mbrojtës e atyre. Po. Ban të amësën gjyqësore, i thash, më fali, thash, kësa në gjyqësore, thash, a mund të di, thash, për qa është? Për qa banë, thash? Thot, mund, thot, kësa në gjyqësore, thot, ka gërku, thot, ish gruja, thot. Thot, mund, thot, që ajo të kthehet në shtëpi, thot, me 2 fëmijë, thot, me 2 djem. Po. Edhe ti, thot, edhe na, thot, me dhanë ty letrën, thot, që për 3 vjet, 4 vjet, mos mu duk fare, thot, ky shtëpia jote. Ta pushojmë, thot, mund, thot, si që ishte, o me pushu në vend, thot. Që ishte vetëm me pushuar, thash. Që ajo ma, thash, nuk bate imja, thash. I dashu Preng, nëse Antoneta do ta dëgjoj këtë video, ke një mesazh për t'i përcjell? Absolutisht, për atë lloj femrës nuk as ka mesazh për ta. As nuk më intereson jeta e saj, po mu më intereson që edhe nëse po në ngjall, e po më shikon. Po. Të më qoj gjatë të shetë që akëm leon, tradhtia që më ka tradhtu nuk intereson asaj fare ti marrë ndorë. Se një ditë do vinë, do takot kun, në gjykat, o me njerëz ai do t'i heqin nga dora. Ai nuk më intereson më jeta e saj, fare, vetëm më intereson jeta 2 djembet mi. Po 2 fëmijëve çfarë do i thoshe, sepse janë të rritur dhe ata? Po 2 djembet ju them, mos të hanë presionin e nënës vet, sikur më ka thënë djali i vogël që kina frikë me të marrë lek, e kina frikë me të marrë gjana që na ka thënë mami u mis tekën. Nëse ajo po në ndjek, edhe këta po ja thëmë, gjësa ju ka sill fëmijët me veti këtu, ti ma ju pa ftaren, kjo gjaj baben. O nëse të fëmijët, mi gjoje ti takoj fëmijët, se fëmijën nuk kanë vetëm të asaj. Edhe po më ka marrë certifikatën e tokës, të pronësisë tokës e ka marrë me vete. I kam qu fjalë për qunit madh, edhe nuk ma ka sill poshtë, sa ishin qunat në shkollë. Okej, ajo pasi do bëhet ndarja, divorci, ajo mund të kërkoj dhe për një proces tjetër gjyqësor, për ndarjen e pasurisë. Çfarë mund t'i takoj? Nuk kam gjë me emrin tim, absolutisht. Është emri vëllezër e motra. Ata vetëm e ka marrë kot që nuk i pini ujë asaj. E qartë. Nëse nuk e asgjë në emrin tënd, ajo s'ka ç'a marri. Mirë, Preng, unë uroj që Antoneta ta ndjeki këtë video, të reagoj, ta kemi dhe reagimin e saj dhe ta uroj me zemër që të bëhet më e mira për ty që ta takosh sa më shpejt fëmijët. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Hajde mirë pashim tani aty. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Ky ishte live i ditës sotme, një histori që dëgjuam nga 41 vjeçari që tregoi momente të trishta që kishte kaluar në familjen e tij, ku kishte zbuluar tradhtim nga bashkëshortja dhe mbi të gjitha ky baba ka disa muaj që nuk ka kontakte me 2 djemtë e tij dhe pse ka të fundit e ka bllokuar në telefon babain e tyre. Uroj dhe shpresoj që këtë video të ndiqet nga zonja Antoneta apo Neti, siç të rritet ajo në familjen e saj me mbiemrin Leshi nga mbiemri vajzërisë. Uroj ta dëgjoj këtë video, të reagoj, të kemi
kemi edhe zërin e saj. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 ose të më shkruani edhe në rrjetet sociale, në Instagram, në Facebook, në rrjetin social TikTok me emrin Odeta Dume Mandro, ku mundohem që ti jem korekte, në kohë reale, ti lexoj mesazhe dhe të kthej të gjithë ju përgjigje. Faleminderit që më ndiqni dhe mos harroni që këtu lart tek fotoja të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë të kanalit tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro.